Edhe duhet ta di njeriu gjithmonë, besimtari duhet ta di se ajo që cakton Allahu është më e mirë se ajo që dëshiron njeriu. Se ka thënë Allahu, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Do të thonë shpesh herë ju urreni diçka, por ajo është e mirë për ju, është e dobishme për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Edhe shpesh herë dëshironi diçka, mirë pa ajo është e keqe për ju. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dhe Allahu e di kurse ju nuk e dini. Pra dituria Allahut është gjithëpërfshirëse dhe urtësia Allahut subhanahu wa ta'ala është e plot dhe natë që e cakton Allahu padyshim se është e mira e plot. Kurse dituria njeriut është e kufizuar. Edhe secili e ka vërejtur shpesh herë që ka do një dëshirë të madhe, ose ka do një mërzi të madhe dhe piklim të madhe për diçka që nuk ka arritur, ose për diçka që i ka ndodhur. Pastaj kalon një kohë e shkurt edhe e sheh se kjo që i ka ndodhur, ose ajo që nuk i ka ndodhur, që nuk e ka arritur, ka qenë më mirë për ta. Edhe në këtë mënyrë është më mirë. Kjo ndodh në dunja, mirë po edhe më shumë do ta shoh njeriu në ahiret. Kur ti i shoh shpërblimet e shumta për durimin e tij dhe dorëzimin e tij ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu prej dobive të durimit edhe prej dobive të kësaj vetdije që jemi duke përmendur, më thënë vetdija se ajo që e cakton Allahu është më e mirë se ajo që e dëshiron ti. Ka thënë autori rahimahullah, ky shikim, do të thënë kjo analizë, kjo kur i vjen diçka kur i ndodh njeriut, e shikon me këtë shikim, me këtë sy, atëherë thot ky shikim i tyre e largon brengën dhe mërzin që mund të hyjë në zemra dhe të shkaktojë ngatësi dhe përtaci. Do thot nëse i mungon kjo, nëse njeriu nuk e ka parasysh se ajo që e cakton Allahu është më mirë për të se çdo gjë tjetër, atëherë edhe ka brenga për të ardhmen, edhe ka mërzi për atë që ka kaluar, ose pikëllim për atë që ka kaluar. Do thot në të dy anët, siç është përmendur në hadith dhe në duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el-ham wal-hazan. Do të thonë brenga për atë se çka do të vijë më vonë, ose si do ta përballoj këtë, ose si do ta menaxhoj këtë çështje, ose si do t'i rris fëmijët, si do t'i ushqej, si do të martohet për shembull edhe më përpara kështu me radhë. Këto brenga largohen kur njeriu e ka këtë iman, kur e di se do thot ajo që e ka caktuar Allahu është më e mira dhe më e përsosura. Edhe po ashtu për të kaluarën, kur njeriu mendon edhe ka keqardhje për diçka që ka vepruar që nuk e ka arritur, si nuk e fitova këtë punë, ose si nuk hyra në këtë punë, ose si nuk e arrita këtë dëshirë kështu me radhë, të gjitha këto largohen kur e ka parasysh këtë ajet. Do thënë se ndoshta diçka ju urreni për ajo është e mirë për ju, edhe ndoshta diçka dëshironi për ajo është e keqe për ju, dhe Allahu e di kurse ju nuk dini, do të thonë nuk dini çdo gjë. Dhe vetëm kjo do të kishte mjaftuar si dobi. Do të kishte mjaftuar, do të thonë kur njeriu i largohet kjo smundje e zemrës. Do të thonë i largohen brengat edhe i largohen pikëllimet, atëherë është i përqendruar në atë që është e dobishme. Edhe i përfiton të mirat e momentit, edhe rregullohet, do të thonë për të ardhmen me lejen e Allahut, se kur ngel në këtë mjegullin që vazhdimisht ka keqardhje dhe pikëllim për të kaluarën, edhe vazhdimisht është me brenga për të ardhmen, atëherë fiton ngatësi, edhe nuk mund t'i kryej ato punë që janë të dobishme, edhe fiton përtaci. Vjen, si i thonë, do të thonë depresioni edhe largimi prej punës edhe largimi prej të dobishmes, do të thonë gjitha këto për shkak të mungesës së kësaj çështje të imanit.